Ka kamper aq të vegjël sa duhet të dalësh prej tyre vetëm për të ndryshuar mendje, por ata që do të shihni sot janë nga një planet tjetër. Megjithse sot e kësaj dite, vintage është tendencë, këta 8 modele sfiduan çdo logjik të inxhinierisë dhe shijes së mirë. Nuk ishin vetëm automjete, ishin ëndra eksperimentale mbi rrota që pak njerëz guxuan të ngjisnin. Sigurohuni të arrini në vendin numër 1, sepse ai dizajn është aq i huaj sa duket si një shtëpi që ikën nga themelet e saj. Le të shkojmë. Numri 8, Ultravan. SAHBA, vitet 60. Imagjinoni që po ecni në autostradë në vitet 60. Shikoni në pasqyrimin e pasme dhe shihni diçka që nuk ka shpjegim. Një formë e zgjatur, e rumbullakosur, shkëlqyese, që duket si një trup avioni pa krah që rrëshqet mes trafikut. Nuk është ëndër, as halucinacion. Është Ultravan. I projektuar nga një inxhinier aeronautik i quajtur David Peterson, ky motorhome fyente çdo gjë të vendosur në industrinë e shtëpive lëvizëse. Dërsa prodhuesit e tjerë montonin kuti druri mbi shasi kamioni, Ultravan përdorte një strukturë monokok alumini, saktësisht njësoj si avionët e kohës. Nuk ishte kornizë tradicionale, nuk ishte trarë të ndarë. Gjithçka ishte një pjesë, e lehtë, rezistente dhe absurdalisht futuriste. Me 22 këmbë gjatësi, rreth 7 metra, peshonte mezi 1100 kg. Kjo është më pak se shumë sedane aktual. Brenda kishte kuzhinë të plot, banjë me dush, krevat për 2 dhe hapësirë për magazinim. Ishte një kapsul hapësinore banueshme, një ndër dizajni e bë realitet. Problemi ishte prapa. Për të mbajtur dyshement të sheshtë dhe të ulët, Peterson montoi një motor të pasmë të ardhur nga Chevrolet Corvair, një 6 cilindrash i ftohur me ajër që mezi kalonte 100 kuaj fuci. Në terren të sheshtë, në rrugë të drejta, Ultravan funksiononte pranueshëm. Por sapo shfaqej një pjerësi, sapo rruga fillonte të ngjitej drejt maleve, gjëja ndryshonte. Motori fillonte të humbiste shpejtësi gradualisht, sikur po luftonte kundër vetë ajrit që bënte atë special. Shoferët mësonin të planifikonin me orë përpara çdo ngjitje, të merrnin hovë, të luteshin që pjerësia të mos ishte shumë e gjatë. Kur Chevrolet ndaloi provimin e motorit të Corvair, projekti mbeti plagosur për vdekje. Tentuan të adaptonin mekanika të tjera, më të rënda, më të fuqishme, por ekuilibri origjinal nuk ishte më i njëjti. Provimi u zbe ngadalë dhe Ultravan përfundoi duke u zhdukur. Sot është një pjesë kulti, e huaj, elegante dhe avancuar për kohën e saj. Një avion që nuk u ngrit kurrë, por që vazhdon të bëjë të ndërrojë cilindro që e shikon. Numri 7, Vixen 21 TD, SHBA, vitet 80. Nëse vitet 80 ishin dekada e teprimeve, dikush harroi të njoftonte Vixen 21 TD. Në një kohë ku motorhomes ishin gjigant, katror dhe të etur për karburant, u shfaq kjo. E ulët, e stilizuar, me një qëndrim pothuajse agresiv, si një makinë sportive e zgjatur deri në absurditet. Nuk dukej si një shtëpi lëvizëse, dukej si një eksperiment dizajni i ardhur nga një planet tjetër. Pas kësaj çmendurie ishte Bill Collins, një nga inxhinierët e përfshirë në dizajnin e DeLorean, makinës së rikthimit në të ardhmen. Vizioni i tij ishte i thjeshtë por radikal, të krijonte një motorhome që të manovrojë si një sedan evropian. Dhe sa mirja doli. Vixen kishte një trup prej fibre qelçi të optimizuar në tunele re, një qendër graviteti shumë të ulët, fal motorit të tij të pasmë, dhe një dizajn aq kompakt sa nxinte në një garazh periferik standard, diçka e paimagjinueshme për çdo automjet tjetër të klasit të tij. Por më e papritura, ajo që i linte të gjithë me gojë hapur, ishte në zemrën e tij mekanike. Një motor turbo diesel BMW me 6 cilindra, i lidhur me një transmision manual me 5 shpejtësi. Po, e lexoat mirë, manual. Ndryshimi i marshave në një motorhome 6 metra të gjatë nuk ishte saktësisht ajo që vlerësi mesatari viteve 80 priste. Por falë atij kombinimi dhe aerodinamikës së tij obsesive, Vixen mund të arrinte shifra konsumi pranë 30 miljeve për gallon. Në një dekadë me benzinë të lirë dhe motor V8 të etur, kjo ishte pothuajse revolucionare. Problemi ishte se tregu nuk ishte gati. Blerësit e motorhomes donin komoditet automatik, donin salone të gjera ku të lëviznin, donin të ndiheshin në një shtëpi,
jo në kabinën e një avioni. Qatja e ulët e Vixen detyronte ngritjen e një seksioni përmes një sistemi hidraulik për të mund të qëndruar në këmbë, diçka që shumë e konsideronin një bezdi të panevojshme. Rezultati ishte brutal. Kompania falimentoi pasi prodhoi më pak se 600 njësi. Tepër i avancuar, tepër i ndryshëm, tepër i pa kuptuar për kohën e tij. Sot, të paktët Vixen që mbjetojnë kërkohen nga koleksionistët që vlerësojnë rrallësinë dhe historinë e tij. Sepse Vixen 21 TD na mësoi diçka të rëndësishme. Nganjëherë, e ardhmja vjen para kohe, dhe askush nuk di çfarë të bëjë me të. Numri 6. Clark Cortez. SHBA, vitet 60. Ka kompani që merren me prodhimin e pirunëve ngritës, dhe pastaj janë kompanit që, një ditë të bukur, vendosin që mund të prodhojnë edhe shtëpi lëvizëse. Kështu, thjesht. Clark, një kompani e njohur pikërisht për pirunët e saj industrial, vendosi të hynte në botën e motorhomes në vitet 60 dhe nuk e bëri me delikatesë. E bëri sikur po ndërtonte një nga mjetet e saj të ngarkesës, me celik, shumë celik. Clark Cortez ishte fjalë për fjalë një tank me dritare. Në vend që të montonin një kuti druri mbi një shasi konvencionale, siç bënin të gjithë të tjerët, inxhinierët e Clark zgjodhën diçka radikale. Një strukturë unibody tërësisht prej celiku. Asnjë pjesë e vidosur në mënyrë të improvisuar, asnjë dru që fruhet nga lagështia. Gjithçka e integruar, e salduar, solide, industriale. Dhe më e habitshmja, tërheqje e parme. Dekada përpara se kjo të bëhej e zakonshme në automjetet rekreative. Duke eliminuar aksinë e transmisionit të pasme, arritën një dysheme tërësisht të sheshtë. Mund të ecje brenda Cortez me komoditet të plot, pa tunele të ngritura apo shkallë të bezdishme, diçka që në vitet 60 ishte shkencë fiksion. Ishte brillante si koncept, por ajo forcëfshishte një problem evident. Qeliku e bënte atë jashtëzakonisht të fortë, por edhe absurdalisht të rëndë. Me rreth 3200 kg, motori origjinal, një Plymouth V, 8 prej 318 inç kub, mezi mund ta lëvizte me dinjitet. Arritja e shpejtësisë së autostradës kërkonte durim, shumë durim, dhe një këmbë të djathtë bujare. Shpejtimet ishin të ngadalta, parakalimet një planifikim strategjik. Dhe pastaj ishte armiku i heshtur, ndryshku. Në rajonet ku përdorej krip në rrugë gjatë dimrit, metali fillonte të dëmtohej nga poshtë. Ajo që dukej e pamposhtur mund të kthehej në pluhur portokali me kalimin e viteve, duke ngrënë shasin dhe karocerin pa mëshirë. Clark Cortez ishte një vepër e avancuar për kohën e saj, një deklarat parimesh mbi atë se si duhet të ndërtohen gjërat, për të zgjatur, për gjithmonë. Por pesha dhe korozioni ishin thembra e tij e akilit. Sot, të paktët ekzemplar të restauruar janë pjesë koleksioni për ata që vlerësojnë inxhinierin e tij industriale pothuajse kokfort. Sepse Cortez nuk kërkonte falje që ishte i rëndë, kërkonte respekt që ishte solid. Numri 5. Toyota Sunraider 4x4. Japoni, SABA, vitet 80. Shumë përpara se kemperat e luksit të dominonin Instagramin, përpara se Sprinter 4x4 të bëheshin ëndra e çdo aventurieri, ekzistonte një luftar i vogël pothuajse i pamposhtur. Toyota Sunraider 4x4 nuk ishte më i madhi, as më luksozi, as më i spikaturi, por ishte, ndoshta, një nga më të aftët jashtë asfaltit që janë ndërtuar ndonjëherë. Baza ishte shasia legjendare e Toyota Hilux, ajo e njëjta që Top Gear u përpoq të vriste pa sukses vite më vonë. Mbi atë platformë të pamposhtur, prodhuesit montuan një karroceri prej fibre qelçi të derdhur në 2 pjesë kryesore. Asnjë panel druri që fryhet nga shiu, asnjë rrjevje përjetshme që e kthen brendësinë në një vend lagështie. Ishte kompakt, rezistent dhe habitshmërisht i shkathët në rrugë ku automjetet e tjera rekreative mbeteshin pa rrugdalje. Mund të ngjitej në shtigje shkëmbore, të kalonte përrenj, të lundronte në terene të vështira dhe të arrinte në vende që dukeshin të pamundura për një shti lëvizëse. Dukej ekuilibri i përsosur mes aventurës dhe autonomisë, ëndra e çdo udhëtari që do të largohej nga asfalti pa hequr dorë nga komoditetet bazë, derisa filloi të shfaqej problemi. Modelet e para të Sunraider ngarkonin shumë peshë mbi një aks të pasmë që nuk ishte i projektuar për një kërkesë të tillë. Përdornin një konfigurim të njohur si full floating, që dukej si rrota të dy fishta, por nuk ofronte rezistencën reale të një aksi prej 1 toni. Në ngarkesë të plot, me ujin,
pajisjet, ushqimin dhe pasagerët, stresi ishte ekstrem. Filluan të qarkullonin historisë shqetësuese, akse që lëshonin në mes të rrugës, situata rreziku që askush nuk donte t'i përjetonte me shpejtësitë e lartë. Toyota, që gjithmonë ka qenë serioze me përgjegjësitë e saj, përfundoi duke nxjerrë thirrje masive për rishikim për të zvendësuar ata komponent me versione të përforcuara. Ishte një goditje e fortë për reputacionin e modelit, por marka japoneze bëri gjën e dur, njohu gabimin, ve zgjidhja të. Pas korrigjimit, Sunraider rifitoi reputacionin e tij dhe sot konsiderohet një legjendë e overlandingut klasik, një automjet që tregon se edhe gjigantët mund të kenë këmbë prej balte, por edhe se ndershmëria dhe zgjidhjet në kohë ndërtojnë legjenda. Ironikisht, ajo që gati shkatërroi historinë e tij, përfundoi duke e kthyer në një nga kemperat më të kërkuar nga koleksionistët e të gjithë botës. Deri këtu kemi parë rrallë si magjepsese, makina që i paraprin kohës së tyre ose që prioritizuan inovacionin mbi sensin e përbashkët. Por 4 që vijnë janë të një niveli tjetër. Janë ata që e quan idenë e shtëpisë lëvizëse në territore ku fizika, graviteti dhe ekuilibri pushuan së qeni prioritet. Dhe numri 1 nuk është vetëm i huaj, është ndoshta kemperi më absurd dhe brillant i rrezikshëm që ka lvizur ndonjëherë. Përgatitu, sepse marramendja është gati të fillojë. Numri 4, Chevrolet Blazer. Chalet, SHBA, vitet 70. Ideja në letër ishte brillante. Të merrej një automjet 4x4 i fortë dhe popullor si Chevrolet K5 Blazer dhe të kthehej në një camper integral që nga vetë fabrika. Asnjë adaptim shtëpiak, asnjë marangozërie improvizuar në garazhin e shtëpisë. Një zgjidhje e pastër, profesionale, gati për përdorim. Kështu lindi Blazer Chalet, një nga bastet më guximtare të Chevrolet në vitet 70. Integrimi ishte total. Kabina e parme dhe zona e banueshme e pasme ishin të lidhura, duke lejuar shoferin të kalonte nga timoni te kuzhina pa pasur nevojë të zbriste nga automjeti. Një bekim në ditë me shi ose të ftohtë ekstrem. Brenda kishte hapësirë për të gatuar, për të ngrënë, për të fjetur 4 persona. Stuf, lavaman, frigorifer portativ, gjithçka brenda një Blazer me tërheqje në të 4 rrotat. Në letër ishte ëndra e aventurierit, mjeti definitiv për ata që donin të arrinin në vendet e largëta pa hequr dorë nga komoditetet bazë. Por atëherë fizika kujtoi se kishte diçka për të thënë. Problemi filloi me atë çati të ngritur prej fibre qelqi. Për të krijuar hapësirë të banueshme në pjesën e pasme, projektuesit duhej të ngrinin linjen e çatisë në mënyrë domethënëse. Ajo çati, bashkë me strukturën që e mbante, shtoi gati 450 kg në pjesën më të lartë të automjetit. Papritur, qendra e gravitetit të Blazer, që nuk ishte e ulët saktësisht, u zhderua në armikun publik numër 1. Në rrugë të asfaltuara, Chalet silej në mënyrë të pranueshme, me atë lëkundje karakteristike të automjeteve të larta, por brenda asaj që pritej. Problemi shfaqej kur asfalti mbaronte. Në rrugë shkëmbore, në pjerësi të theksuara, në terene të paregullta, automjeti fillonte të ndihej i huaj. Shoferët vërenin një anim ansor edhe kur ishin duke qarkulluar në vit të drejtë. Pesha e shtuar në lartësi bënte që Blazer të lëvizte si një lavjerës, duke u rikuperuar ngadalë nga çdo grop, nga çdo nivel i pabarabartë. Pezullimi i pasme, i projektuar për një automjet shumë të lehtë, vuante në ngarkesën konstante. Transmisioni punonte në limit në ngjitje. Dhe ajo që duhej të ishte një gjithë teren i pandallshëm, një eksplorues rrugësh të pamundura, përfundoi duke u ndjerë si diçka vazhdimisht në buzë të çekuilibrit, si një akrobat që nuk arrin kurrë të gjejë pozicionin e duhur. Chevrolet prodhoi rreth 1780 njësi përpara se projekti të zhdukej në heshtje, pa njoftime të mëdha, pa fushata lamtumire. Thjesht ndalluan së bëri atë. Sot, pikrisht për atë rrallësi, për atë kombinim të dobisë dhe rrallësisë, Blazer Chalet mund të arrijë çmime më të larta se $50.000 në ankande të specializuara. Një shifër e respektueshme për një automjet që, në momentin e tij, askush nuk dinte shumë mirë si ta klasifikonte. Numri 3, Volkswagen Beetle Superbugger, SHBA, vitet 70. Pati një moment në histori ku kreativiteti dhe mungjesa e rregullave dhanë dorën për të prodhuar gjëra që sot na duken direkt absurde. Superbugger është shembulli i përsosur. Dikush, në ndonjë vend të Kalifornisë,
Shikoj një Volkswagen Beetle të vogël, buburrecin emblematik dhe mendoj. Aty nxë një shtëpi. Jo një çadër kampingu në qati. Jo një rimorkjo mbrapa. Një shtëpi. Fjalë për fjalë. Ideja ishte thjesht në konceptimin e saj, por tmerruese në ekzekutimin e saj. Të prite Beetle, fjalë për fjalë, pas sedileve të parme, të eliminojë pjesa e pasme origjinale dhe të montojë mbi atë që mbetej një strukturë druri që ngjante më shumë me punime dore ekstreme se sa me inxhinieri serioze. Rezultati ishte diçka që mund të përshkruhej vetëm si një mini kabune gozhduar mbi një shasi të projektuar për diçka shumë më modeste. Brenda, Superbugger ofronte bazën, një lavaman të vogël, një stufë të vogël kampingu, hapësirë për të fjetur 2 persona në pozicion fetal. Në letër, tingëllonte si ëndra minimaliste, kuintesenca e van life, dekada përpara se të ekzistonte termi. Në rrugë ishte një histori tjetër krejtësisht. Problemi nuk ishte ideja në vetvete, që kishte diçka të sajen. Problemi ishte fizika, ajo mikja që shfaqet gjithmonë kur më pak të duhet. Beetle original, me motorin e tij të pasmë të ftohur me ajër, mezi jepte rreth 60 kuaj fuci. Ishte mjaftueshëm për të lëvizur makinën e vogël dhe pasagerët e saj me dinjitet, gjithmonë nëse nuk kishte pjerësi shumë të theksuara. Por tani, ai i njëjti motor duhej të tërhiqte një kuti druri që peshonte disa qindra kilogram dhe, ajo që ishte më keq, e kthente të gjithën në një vel gjigante sa herë që frunte erë anësore. Kalimi i 80 km/h ndihej si të detyroje fatin, si t'i kërkoje shumë një motori që kur nuk u projektua për një detyrë të tillë. Kthesat bëheshin ushtrime besimi, me lëkundjen që kërcenonte ta anonte strukturën përte asaj që ishte arsyeshme. Dhe frenimi në zbritje të theksuara nuk ishte një veprim mekanik, ishte një akt besimi. Fjalë për fjalë, duhej të luteshe që frenat, të njëjtat që ndallonin një makinë prej 800 kg, të mundnin me një të tërë që dyfishonte atë peshë. E megjithatë, në 1975, Superbugger kushtonte rreth $6.000, një sasi as pak e papërfyesme për kohën. Dhe njerëzit e blinin, sepse përfaqësonte lirinë, mundësinë për të udhëtuar me shtëpinë tënde mbi shtëpinë, edhe pse ajo shtëpi ishte e paqëndrueshme, e ngadaltë dhe potencialisht e rrezikshme. Sot, ironikisht, një Superbugger në gjendje të mirë mund të kallojë $40.000 në ankandet e automjeteve klasike. Koha, ai gjykatës i pamëshirshëm, ka kthyer atë që ishte një rrallë si e rrezikshme në një pjesë koleksioni të kërkuar. Një automjet që lufton për të parakalluar një biçikletë, i transformuar në objekt dëshire. Historia ka sens humori. Numri 2. Delray 3. Level SHBA, vitet 60. Nëse mendoje se një camper duhet ishte kompakt për arsye të dukshme, nëse besoje se ekzistonte një limit logjik për atë që mund të ndërtojë mbi arkën e një pick-upi, Delray 3 Level erdhi për të thyer të gjitha ato skema dhe disa të tjera. Në mes të dekadës së viteve 60, në një botë ku eksperimentimi nuk njihte limite, dikush shikoi arkën e një kamionçine standarde dhe vendosi që aty nxinte diçka më shumë se një krevat i thjesht i ngritur apo një çadër kampingu. Vendosi të ndërtonte një shtëpi me 3 nivele. Dhe jo, nuk është një metaforë, është një përshkrim literal. Lart fare, mbi kabinën e shoferit, një zonë pushimi me hapësirë për 2 persona. Në nivelin e ndërmjetëm, në lartësinë e arkës origjinale, një sallë me ndënjese dhe një tavolinë të vogël të paloshme ngrënia. Dhe në pjesën e poshtme, pikërisht mbi tokë, kuzhina me akses në jashtë. Ishte një dizajn tipi split, si një shtëpi me disa kate e kompresuar në pjesën e pasme të një kamionçine, një kull Babilonie mbi rrota. Vizualisht, impakti ishte i pamohueshëm. Delray 3 Level tërhiqte vëmendjen kudo që shfaqej. Njerëzit ndalonin për të parë, për të treguar me gisht, për të pyetur. Ishte një deklaratë qëllimesh, një formë për të thënë, shtëpia ime është më e madhe se e jotja, edhe pse është mbi rrota. Arkitektonikisht ishte inxhinioz, me çdo nivel që shfrytëzonte hapësirën në mënyrë inteligjente, por fizikisht ishte shqetësues. Problemi, si gjithmonë, ishte pesha. Vetëm struktura e kemperit, e ndërtuar me dru dhe fiber qelçi, rrotullohej rreth 1300 kg. Kjo pa llogaritur ujin, pa llogaritur bagazet, pa llogaritur pasagerët në nivelin e sipër. Kur shtohej gjithçka, pezullimi i pasmi shumë pick-upëve të kohës fillonte të lëshonte dramatikisht.
Hunda e automjetit lehtësohej duke humbur kontaktin me rrugën. Rrotat e parme humbisnin ngarkesë dhe kapje. Drejtimi bëhej i pasakt, i turbullt, sikur kamioni nuk dinte shumë mirë se ku donte të shkonte. Tani, imagjinoni të merrni një kthes me 90 km/h, me një qendër graviteti aq të lartë sa duket se do të anoj me vendimin e vet. Imagjinoni të parakaloni një automjet tjetër dhe të ndjeni se si era anësore shtyn kundër atij muri me 3 kate. Çdo hov e re kthehej në një paralajmërim, çdo kthes në një lutje, çdo frenim në një ushtrim llogaritjeje rreziqesh. Del Rey 3 Level nuk ishte vetëm i madh, ishte i shpërpjesëtuar për automjetin që ngarkonte, një zgjidhje në kërkim të një problemi që askush nuk ishte kërkuar të zgjidhej. E megjithatë, u kthye në një pjesë legjendare. Sot, të gjesh një të plotë dhe në gjendje të mirë është pothuajse e pamundur. Dhe koleksionistët paguajnë shifra habice vetëm për modulin, për atë strukturë me 3 kate që sfidoi gravitetin dhe, kundër çdo parashikimi, mbijetoi për ta treguar. Numri 1. GMC Motorhome, SHBA, vitet 70. Kur General Motors, giganti amerikan, vendosi të hynte në botën e motorhomes në vitet 70, nuk e bëri duke kopjuar askënd. Nuk mori një shasi kamioni ekzistues dhe i montoi një kuti. Jo, projektoi diçka nga zeroja. Dhe rezultati duke i nxjerrë nga një film shkencë fiksion i kohës. GMC Motorhome nuk i ngjante asgjë që kishte qarkulluar më parë. Profili i tij ishte i ulët, elegant, me linja të buta që dukeshin të skulpturuara nga era. Nuk kishte atë formë katrore dhe të ngadhët të motorhomes tradicional. Dukej si një anije kozmike toksore, një mjet gati për të përshkuar autostradat amerikane. Qelësi i sjelljes së tij ishte poshtë, me një platformë tërësisht të vetën që General Motors zhvilloi specifikisht për këtë automjet. Tërheqje e parme, diçka e padëgjuar në një automjet të kësaj madhësie në ato vite. Pezullimi i pavarur në të 4 rrotat, gjithashtu një rrallësi absolute. Dhe një sistem rrotash të pasme në tandem me pezullim pneumatik që lejonte rregullimin e lartësisë dhe forcisë sipas nërkesës. Rezultati ishte një motorhome me më shumë se 8 metra gjatësi dhe 4500 kg pesh, që, habitshmërisht, manovrohej me një stabilitet që asnjë konkurrent nuk mund ta barazonte. Në autostrad, GMC qëndronte i palkundur, pa ato lëkundje karakteristike të shtëpive lëvizse konvencionale. Në kthesa, lëvizte me një saktësi habitse. Shoferët që provonin një për herë të parë nuk mund të besonin se ishin duke manovruar diçka aq të madhe. Shumë ekspertë e konsiderojnë deri në ditët e sotme motorhome in më të mirë në terma drejtimi të prodhuar ndonjëherë. Atëherë, çfarë shkoi keq? Koha. Gjithçka ishte çështje kohe. GMC Motorhome montonte një motor gjigant V8 prej 455 inç kub, një shtat presje 5 litra zhvendosje që jepte fuqi të tepërt, por që konsumonte karburant sikur të mos kishte të nesërme. Në një kohë me benzinë të lirë, kjo nuk ishte një problem. Problemi ishte se pikrisht kur modeli fillonte të konsolidohej, kur shitjet fillonin të rriteshin, erdhi kriza e naftës e 1973. Papritur, kishte radhë të pafundme në pikat e karburantit. Çmimet e karburantit u rriten në qiell. Paniku energjetik pushtoi vendin. Dhe askush, absolutisht askush, nuk donte një automjet që mezi arrinte mes 8 dhe 10 miljeve për galon, rreth 3 ose 4 km per litër. Nuk ishte një dështim inxhinierik, nuk ishte një gabim dizajni. Ishte një goditje e jashtme, një stuhje përsosur që asnjë prodhues nuk mund ta parashikonte. GMC Motorhome ishte shumë i mirë për momentin më të keq të mundshëm. Prodhimi vazhdoi deri në 1978, duke lënë gati 13.000 njësi të prodhuara, por dëmi ishte bërë tashmë. Reputacioni i Pierce-it u ngjit pas modelit si një rrove. Sot, megjithatë, GMC Motorhome është një ikonë absolute. Të restauruar dhe të modernizuar, me motor më eficient dhe sisteme të përticuara, shumë ekzemplar kalojnë $100.000 në tregun e koleksionistëve. Është prova definitive se dizajni brillant, inxhinieria guximtare, mund t'i mbijetoj kontekstit më të keq. Se idetë e mira, edhe pse vinë në moment të gabuar, përfundojnë duke gjetur vendin e tyre në histori. Dhe prandaj, për guximin e tij, për genialitetin e tij, për fatin e tij tragjik të keq,
GMC Motorhome është, pa diskutim, mbreti i absurdit në këtë listë. Që nga një trup avioni me motor Corvair që nuk mund të ngjiste pjerësit, duke kaluar përmes një sportive të zgjatur me transmision manual që askush nuk diti ta vlerësonte, deri te arritja të një kull me 3 kate mbi një pick-up që sfidonte gravitetin në çdo këthes. Të gjithë këta automjete kanë diçka të përbashkët. Dikush guxoi të mendonte ndryshe. Ishin eksperimente lëvizse, ide të çmendura që dikush i nxori nga tabela e vizatimit dhe i vuri mbi rrota, edhe pse gjithë bota mendonte se ishin të çmendur. Disa dështuan me zhurmë për probleme peshe ose qendre graviteti. Të tjerë ndryshuan industrin pa e vënë re askush në momentin e tyre. Dhe disa sot do të ishin të pamundur për t'u homologuar për arsye sigurie që as nuk ekzistonin kur u ndërtuan. Por historia e shtëpive lëvizse nuk ecën vetëm me dizajne të arsyeshme dhe të mërzitshme. Ecën me inxhinier që guxuan të pyesnin, dhe sikur t'i vendosnim një kat të dytë. Me ndërintar që shikuan një Beetle dhe pan një shtëpi. Me të çmendur gjenial që nënshkruan plane që çdo tjetër do t'i kishte grisur. Me kompani që rrezikuan gjithçka për një ide, edhe pse momenti nuk i shoqëronte.